Flasim tashmë për informacionet e fundit të cilat në vinë nga Parisi në kuadër të grabitjes më shokuese atë të xhevahirëve në Muzeun e Louvrit. Presidenti francez Emmanuel Macron është i bindur se xhevahirët të cilat u vodhën disa javë më parë do gjenden dhe do kthehen në vendin e tyre. Macron tha se do të rishikohet plani i sigurisë së muzeut të njohur në Paris pas dhe evidentimit të problematikave. Presidenti francez Emmanuel Macron u zotua se xhevahiret e grabitura nga Muzeu i Louvrit do të gjenden dhe do të rikthehen. Në një deklaratë gjatë turneut të tij në Amerikën Latine, Macron premtoi se autorët do të mbajnë përgjegjësi për krimin e tyre. Kemi filluar të arrestojmë një pjesë të bandës që kreu këtë vjedhje. Xhevahirët do të gjenden, autorët do të arrestohen dhe do të dalin përpara drejtësisë. Mëtej kreu i shtetit francez garantoi se siguria e muzeut më të vizituar në botë do të rishikohet plotësisht. Është një mundësi për të dalë edhe më të fortë nga ajo që ndodhi, tha Macron. Presidenti francez ju referua planit rilindja e re e Louvrit, që parashikon një port të re të madhe hyrje për muzeun dhe një dhomë të dedikuar për Mona Lisën e Leonardo da Vinci. Kostoja e këtij projekti kap 1.15 miliard euro, edhe pse ekipi Macron kishte parashikuar një shpenzim prej 700 deri në 800 milion euro. Ndërkohë muzeu më i famshëm në botë ka prezantuar masat emergjente të sigurisë, që përfshin krijimin e një organi koordinues sigurie dhe instalimin e kamerave shtesë të sigurisë. 3 javë pas asaj që u konsiderua grabitja e shekullit, janë arrestuar të paktën 7 të dyshuar, por bijuteritë ende nuk janë gjetur. Në incidentet e fundit të cilësuara diplomatike dhe që në fakt shkaktojnë edhe shumë trazira në media edhe në botën virtuale, duket në qendër Prince Harry, i cili vizitoi Kanada në kuadër të ngjarjeve që shënuan fundin e luftës parabotërore, por e gjeti veten pikërisht në atë që cilësoi si një turne për të kërkuar falje pasi mbajti të veshur një kapele të Los Angeles Dodgers në një kohë kur pikërisht kjo skuadër ishte në një ndeshje të serisë botërore kundër Toronto Blue Jays. Veprimi i tij u pasi një përpuzje e madhe në Kanada, një vend i Commonwealthit britanik, ku babai i tij mbreti Karli III është kreu i shtetit dhe u kritikuar ashpër në rrjetet sociale në veriun e Madh të Bardhë në Kanada. Harry u përpoq të jepte një kthes me humor incidenti që e quajti në fakt Hatgate. Në një intervistë me CTV, ai veshti një kapele Blue Jays dhe tha: "Kur të mungojnë shumë flokë sipër dhe e ulur në dritat e projektorit, do të marrë çdo kapele që është në dispozicion." Incidenti u perceptua nga disa si një provë e besnikërisë së tij midis vendlindjes dhe shtëpisë së tij të adoptuar tashmë në SBA Los Angelesit. Princi dhe bashortja e tij, Meghan Markle, hoqën dorë nga detyrat mbretërore në vitin 2020 dhe u zhvendosën për pak kohë në Kanada përpara se më pas të zgjidhin Kaliforninë si vendin e tyre, si shtëpinë e tyre. Harry tha se çifti, i cili jeton rreth një orë në perëndim të Los Angelesit, në Montecito, ishte ftuar në ndeshje nga pronari i ekipit. Ai u ndjen në presion dhe mbajti kapelen si një gest mirësjelljeje. Harry ishte në Kanada për 2 ditë për ngjarje dhe takime ndryshme përpara ditës së prokujtimit, e cila nderon anëtarët e forcave të armatosura që vdiqën në krye të detyrës. Harry këmbguli se po mbështeste Toronto Blue Jays për 3 ndeshjet e fundit të serisë, duke kërkuar kështu falje publikisht edhe në mediat kanadeze. Për të vijuar me të tjera zhvillime, ndajnë nga jeta në moshën 97 vjeçare James Watson, njëri nga autorët kryesor që mori pjesë në zbulimin e strukturës me formë spirale të ADN-s që revolucionarizoi mjekësinë. Zbulimi historik, kur ishte vetëm 24 vjeç, e shndroi atë në një nga figurat më të nderuara në botën shkencore për dekade me radhë. James D. Watson, bashkëshpikësi i strukturës me formë spirale të ADN-s që revolucionarizoi mjekësinë, kriminalistikën dhe zbulimet mbi gjenetikën, ka ndëruar jetë në moshën 97 vjeçare. Zbulimi historik i bërë në vitin 1953, kur Watson ishte vetëm 24 vjeç, e shndroi atë në një figurë të nderuar në botën shkencore për dekada me radhë. Së bashku me Francis Crick dhe Maurice Wilkins, ai mori çmimin Nobel në vitin 1962 për zbulimin se dezoksiribonukleika është një spirale dyfishte përbërë nga 2 zinxhirë që mbështillen rreth njëra tjetrës si shkallë përdredhur. Ky zbulim shpjegoi menjëherë mënyrën se si ruhet informacioni i trashëgimisë gjenetike dhe se si qelizat e kopjojnë ADN-n gjatë ndarjes. Struktura e dyfishte spirales u bë simbol i njohur edhe jashtë botës shkencore, duke u përfshirë në artet vizuale, përfshirë edhe në veprat e Salvador Dalit dhe në pullat postare britanike. Zbulimi Watson dhe Craig hapi rrugë për zhvillime të mëdha moderne si dhe në gjenetikën mjekësore, identifikimin përmes ADN, zbulimin e krimeve dhe trajtimin e sëmundjeve përmes gjenit. Megjithatë, ai ngriti edhe pikpyetje të thella etike rreth kufive të ndërhyrjes në materialin gjenetik të njerëzit.
Në vitet e tij të fundit të jetës, reputacioni i Watson u njollos nga deklaratat e tij të konsideruara raciste, por të cilat u përball edhe me dënim publik dhe sanksione profesionale. Francis Craig dhe unë bëm zbulimin e shekullit, kjo ishte e qartë, kishte thënë Watson më herët, por asnjëri prej nesh nuk mund kishte parashikuar ndikimin shpërthyes që do të kishte spiralja e dyfisht mbi shkencën dhe shoqërinë, kishte deklaruar shkencëtari.